Besimeve, po përçohet edhe në shoqëri për vlerat që janë parsorë, për begatimin si të njeriut, ashtu dhe të familjes, ashtu dhe të kombeve të shoqërive. Dhe dyta, ndarja e të mirës me të tjerët. Kjo simbolike fort sot duhet të shkoj përtej ditës, por të rezatoj edhe në politikat tona, për politika sociale, për politikat mira, për ata që janë më të pamundur, për të vobektët, për fëmijët, për gratë, për të smurët, dhe një mesazh i fundit që pata rast këtu të diskutoja edhe me kreun e komunitetit musliman, po dhe përfaqësuesit e tjerë të feve këtu, një mesazh për të gjitha zonat e luftës. Ishte dhe ambasadori i Ukrainës këtu, por edhe për zonat të tjera që janë në luftë, ku fëmijët, gratë, civilët e pafajshëm përballen çdo ditë me situata nga më të rëndat, jo vetëm një lutje për ta, por edhe një detyrë që paqja të vendoset sa më shpejt në këto zona dhe ne të bëjmë ç'të mundemi modestisht për këtë situatë. Po ashtu një mesazh për shqiptarët që jo vetëm sot të kenë një ditë të bukur me familjet e tyre, me të afërmit, me fëmijët, por çdo ditë të vitit të mundohemi të japim më shumë dashuri, të japim më shumë solidaritet dhe të ketë më shumë paqe dhe harmoni, siç është edhe tradita jonë shqiptare e harmonisë fetare, e vllazërisë mes besimeve të ndryshme, ku ditët si kjo e Kurban Bayramit nuk janë vetëm ditë të komunitetit musliman, po janë ditë të gjithë shqiptarëve. Dhe festat ne i ndajmë mes nesh, dhe të mirat e tyre dhe mesazhet e tyre po ashtu duhet i ndajmë mes nesh. Gëzuar dhe juve që në këtë ditë jeni këtu edhe përcjellni mesazhet tona. Mbarësi për të gjithë.